besoj mund ta keni parë këtë video në rrjetet tuaja sociale, bëhet fjalë për një grup qensh të cilët po ktheheshin për në shtëpi. Një histori që prekur shumë njerëz edhe që u shpërnda me shpejtësi duke u besuar të ishte e vërtet. Megjithatë, rezultoi që pas verifikimeve kjo histori nuk ishte reale. Videoja deri diku ishte e vërtet si pamje, por shpjegimi që shoqëronte ishte i sajuar. Dhe nuk ishte lidhje as pak gati me atë çfarë kishte ndodhur vërtet. Dhe në fakt kjo nuk ka të bëjë me as me historinë as me lajmin e rrem, po ka të bëjë me informacionin pa verifikuar që ne po shpërndajmë sot. Dhe kjo është një autokritik edhe për ne gazetarët, edhe për ne mediat, që nuk e filtrojmë informacionin që marrim, nuk e çekojmë sigurinë e tij, faktet që lidhen me të, por menjëherë e publikojmë duke pritur ta bëjmë të klikueshëm. Kjo nuk duhet funksionojë në këtë mënyrë, sepse detyra jonë vetme kundrejt çdo qytetari është të japim informacion real, të vërtet dhe të bazuar në fakte. Pra, një informacion i cili u përhap me shpejtësi në rrjet dhe padyshim është e rëndësishme që në këto kushte të fillojmë edhe të sigurohemi që çdo informacion të verifikohet me rigorozitet përpara publikimit.